Orët, minutat nga ditët kalojnë e bashkë me to kanë nisur emocionet nga ethet e botërorit. Një botëror ndryshe do të jetë ky 2026-s, pasi do të ndalojnë në 3 shtete të ndryshme e krahas kësaj, si të gjithë botës do të jenë nga 11 qershori deri në 19 korrik, ngjarjes më të rëndësishme të futbollit. Sot do të flasim për ato që na pret nga ky botëror me gazetarin e sportit Claudio Pulaj. Përshëndetje Claudio, dhe faleminderit që je sot me na. Përshëndetje Juarda dhe faleminderit për ftesën. Mirë, çfarë presim nga ky botëror, pasi ndryshe nga herët e tjera organizohet në 3 shtete të ndryshme? Në fakt ky botëror do të jetë tepër i veçantë pasi për herë të parë në histori do të zhvillohen në 3 vende, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksika. Në fakt në SBA dhe në Meksik është zhvilluar më herë një botëror, por për Kanadan është herë e parë që pret një kompeticion kaq të madhor siç është Kupa e Botës dhe sigurisht është një sfidë e madhe për këtë shtet. Në fakt, ndryshe nga që kemi mësuar më parë, ky botëror do të ketë plot 48 kombëtare që do të marrin pjesë, ku do të jenë 12 grupe me nga 4 skuadra secila dhe siç e dim 2 skuadrat të renditura në vendet e para dhe dyta do kalojnë menjëherë në fazën e venimit direkt, ndërsa 8 kombëtaret në vendet e treta më të mira do të vijojnë rrugtimin më tej. Sigurisht, siç e thash, është botërori i spektaklit, botërori më i bukur që pritet për të parë ndonjëherë, pasi dhe më i shikuar, pasi siç thash, pjesëmarrja, rritja numri i pjesëmarrësve nga 32 që ka qenë më herët është bërë 48 dhe kjo sigurisht pritet të shtojë numrin e lartë të ndjekësve. Po pse këto 3 vende? Në fakt kur është diskutuar ka qenë mes Marokut dhe sigurisht kësaj kandidaturës mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadas dhe Meksikës, u zgjodh pikërisht këto 3 shtete pasi kanë një infrastrukturë moderne, stadiumet janë moderne, të ndërtuara në mënyrë shumë madhështore. Sigurisht fuqia ekonomike, pra FIFA ka menduar dhe për pjesën ekonomike të saj, duke ditur që SBA-ja, Kanada, Meksika ka një popullsi tepër të lartë, por kanë një kapacitet tepër të lartë si ekonomik, financiar dhe çdo lloj infrastrukture tjetër, kështu që pikërisht pozionon këto 3 shtete si kandidatura më e mirë për të përfaqësuar këtë Kubote të vitit 2026. Je mësuar që kompeticionet e futbollit na surprizojnë me talente nga më të ndryshmet. Po këtë herë, a do surprizohemi vallë? Në fakt jemi mësuar që në çdo botëror shikojmë talente që të cilat shpërthejnë. Edhe në para 4 vitesh, pra në botërorin e Katarit, pam lojtarë si Enzo Fernandez, Jude Bellingham, Cody Gakpo, apo dhe lojtarë të tjerë të cilët shfaqen talentet e tyre dhe pikërisht më pas bën atë hapin e madh në karrierë ku lëvizën te skuadra më të mëdha europiane botërore, ndërsa edhe këtë vit sigurisht priten të ketë shpërthime talentesh. Në fakt mendoj se pritet të kemi rikonfirmime dhe riafirmim të disa prej talenteve kryesorë siç janë Lamine Yamal te Spanja dhe Pedri gjithashtu te Spanja, Jude Bellingham te Anglia, Kobe Mainoo po ashtu te Anglia, Florian Wirtz apo Jamal Musiala te Gjermania dhe sigurisht edhe lojtarë të tjerë amerikano-latin si te Brazili apo Argentina, të cilët shquhen për talente të shumtë. Mendoj se 2 prej lojtarëve që mund të spikasen, që nuk janë shumë të njohur, pak na ashtu mendoj unë, është Endrick, braziliani Endrick, i cili nga Reali është transferuar tek Lioni, që mori më shumë minuta dhe sigurisht u thirrën nga trajneri Ancelotti në Kupën e Botës, dhe është Antonio Nusa, një lojtar që shumë pak e njohin, është lojtari i Leipzigut që luan në Bundesliga gjermane dhe përfaqëson Norvegjin. Këta 2 talente mendoj se mund të bëjnë hapin e madh në këtë Kubote. Mirë, fusha e gjelbër mirëpret për herë të fundit 2 ikonat më të rëndësishme të futbollit, si Ronaldo dhe Messi. Kush mendoni ju do të lejë më shumë gjurmë në këtë botëror të fundit? Është për ta keq fakt që do shohim për të fundit magjinë e 2 prej lojtarëve që bën epokë, që në këto 2 dekada kanë qenë lojtarët më të mëdhenj dhe sigurisht do kujtohen ndërbreza, sepse nuk mendoj se lojtarë si Messi, Ronaldo dhe rivaliteti i tyre për kaq shumë vite do t'i vinë në futbollit. Sigurisht Ronaldo ka fituar çdo gjë, po ashtu dhe Messi ka fituar çdo gjë, por e vetmja gjë që mungon Ronaldo është Kupa e Botës. Në moshën 41 vjeçare sigurisht për të kjo Kubote është kompeticioni i fundit që merr pjesë dhe pa diskutim ai do tentojë me çdo kusht të fitojë Kupën e Botës. Në anë tjetër Messi e ka fituar para 4 vitesh me Argentinën, trofeun e vetëm që mungonte në palmarrjen e tij të trofeve, kështu që do të jenë një realitet tepër i fortë. Sigurisht ne dim që fokusi gjithë sytë e botës janë te pikërisht këta 2 lojtarë, sigurisht edhe te Argentina dhe Portugalia, por mbetet përpar. Pa diskutim ne na vjen keq si futboldashës, si gazetar sporti që do të hera fundi që do i shohim në fushën e blerë në një kompeticion të tillë. Mirë, kush janë pretendentët për të fituar në këtë botëror të 2026-s, ose më saktë, kush pritet që do jetë në podium final? Në fakt janë disa kombëtare të cilat përfliten, por që kanë dhe një organik tepër cilësore. Një ndër to është Anglia, që
sa herë vjen Kupa e Botës pretendente. Në fakt, një ndër to tjetër është dhe Franca. Franca me Yusuf Mbappé dhe të tjerë, me Dembélé apo Doué e të tjerë. Por sigurisht Spanja talenteve nuk duhet të lënë pas. Sigurisht dhe Portugali në kompeticioni i fundit ku Ronaldo merr pjesë, sigurisht ata do bëjnë çmos për të arritur trofeun që edhe kombëtare si Portugalia mungon, por edhe për Ronaldon të arrijë një trofe të tjetër. Pa diskutim edhe Argentina me Messi, me shok që përfaqësojnë nga uniteti, janë pretendent, por me të përparë janë shumë skuadra pretendente, siç thash, Anglia, Franca, Spanja, Portugalia, Argentina, nuk duhet të haruar dhe deri diku Gjermania, por mbetet për të parë. Për te raportimi tuaj si gazetar, për këtë do bëj tifo Claudio në këtë botëror? Unë jo qëllimisht e lash në fund, unë jam tifoz me Italinë, por në fakt keq Italia nuk merr pjesë në botëror, për të herë tre radhë si dështon, por unë jam, duke qenë se jam fans Italisë, futbolli italian, më pëlqen Brazili. Brazili për faktin se në vetvete, në përbërje ka lojtar shumë të mëdhenj, sigurisht yje, por edhe për shkak të trajnerit Ancelotti. Kështu që mendoj që Brazili mund të bëjë surprizën, duke qenë se i mungon botërori për shumë vitesh, plus që gjithmonë është parë si pretendente, por nuk ja ka dalë dot. Ndoshta me trajneri Ancelotti që ka eksperiencën e duhur, mund të bëjë diçka më mirë. Mirë, Claudio, faleminderit. Do takohemi sërish pas përfundimit të botërorit. Patjetër. Do takohemi, ndoshta do diskutojmë se kush e fitoi fitoi dhe pse patjetër. Ose ndoshta pashkrimia do dalin apo jo. Kështu që ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët.